Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dje morëm 4 gjëra që duhet i mësoj çdo musliman, që është dituria, puna me diturin, thirrja në dituri dhe durimi gjatë vështirësive. Kështu ja hapi Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab librin e tij 3 parimet, dhe tham dje se argument për këto 4 gjëra është fjala e Allahut të lartësuar: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kodëmatruar thot, betohem për kohën, me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt, përveç atyre që besuan dhe punuan punë të mira dhe që porositën njëri tjetrin për të vërtetën dhe që porositën njëri tjetrin për durim. Thot Imam Shafi'i, Allahu mëshiroft atë dhe gjithë dietarët e Islamit: "Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum." Sikur Allahu të mos zbriste si argument tjetër përveç se këtë sure, kjo do të mjaftonte atyre. Këto 4 gjëra, dituria, puna me diturin, thirrja në dituri dhe durimi gjatë vështirësive, ky është argumenti për to. Është surja El Asr, ku Allah madhruar betohet për kohën, dhe koha ka vlerë. Prandaj Allah madhruar u betua për kohën për shkak të pozitës dhe vlerës që ka koha, sepse është gjëja më e shtrenjtë që i jepet njeriu. Një punën tjetër është ajo që ikën shumë shpejt, kur je nuk e shfrytëzon siç duhet. Prandaj Allah madhruar ja dha moshën dhe jetën njeriut që të adhurojë Allahun gjatë kësaj kohe që jeton, dhe t'i bindet Allahut të madhruar, dhe për shkak të kohës njeriu e adhuron Allahun, dhe po ashtu për shkak të kësaj kohe njeriu ka për të qenë prej banorëve të xhenetit, nëse Allah madhruar ka shkruar që ai të jetë prej banorëve të xhenetit. Andaj koha ka vlerë tepër të madhe. Këtu Allah madhruar u betua për kohën, dhe tha, të gjithë njerëzit janë në humbje. Idhujtarët, për shkak se i bën Allah madhruar shok në adhurim dhe e kundërshtojnë shpalljen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përsëri mendojnë se në fund kanë për të qenë të fituar. Prandaj Allah madhruar ka thënë për ta, për idhujtarët: "Wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna." Kur të kthehem tek Zoti im, ai ka për të më shpërblir me të mira. Këtë pretendime kanë edhe idhujtarët. Ata e mohojnë faktin që të jenë humbës, nuk i pranojnë humbjen. Dhe thonë që edhe në botën tjetër ne kemi për të qenë përsëri mirë dhe në mirësi. Prandaj Allah madhruar në këtë ajet i thot atyre se të gjithë njerëzit janë në humbje. Gjinia njerëzore, pa përjashtim, janë në humbje. Edhe ata idhujtarët që pretendojnë se përfundim mirë ka për të qenë për ta. Innal insana lafi khusr. Me të vërtetë të gjithë njerëzit janë në humbje, përveç kujt? Allah madhruar përjashtoi 4 lloj njerëzish, të cilët nuk janë në humbje, por janë të fituar. Të parët janë illa alladhina amanu, përveç atyre që besuan, dhe besimi është fjalë, punë dhe besim.
Imani, besimi është fjalë që thuhen është punë, vepër që veprohet, është edhe ideologji, besim, që beson njeriu. Dhe këtu besimi, me besimin është për qëllim dituria, sepse dituria është në zemër dhe në logjik, dhe dietarët janë gjithmonë të shpëtuar nga humbja. Dhe e dyta është puna me këtë diturin. Ila alladhina amanu wa amilu salihat, që besuan dhe punuan punë të mira. Dhe puna është një pjesë e besimit, përveç atyre që besuan dhe punuan punë të mira. Dhe puna, gjykimi i punës është njësoj si dituria, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dhe e treta është e porositën njëri tjetrin për të vërtetën, thirrën të tjerët në të vërtetën, në tauhid, në sunet, në mirësi. Dhe e porositën njëri tjetrin për durim, që është gjëja e katërt. Dhe durimi është 3 lloje. Lloji i parë i durimit është durimi gjatë bindjeve, në punëve të mira, ka nevojë për durim, të lësh rehatin, të lësh gjumin, të lësh ngrohtësinë e shtratit të sobës, dhe të përgjigjesh thirrësit që të thret hayya ala salah, hayya ala falah, e janë në shpëtim, e janë në namaz, e janë në mirësi. Kish lloji i parë i durimit. Durimi ndaj bindjeve, ndaj punëve të mira, ka nevojë për ta ushtrosh veten për durim. Këtë durim, jo çdo njeri ka mundësi ta ketë të. Dhe është mirësia ai i cili e mposht egon e vetes dhe veten e tij dhe i përgjigjet thirrësit të Allahut. Kish lloji i parë i durimit, durimi ndaj punëve të mira. Lloji i dytë i durimit është durimi ndaj harameve. Të durosh dhe të largohesh nga mëkatet, nga gjinoat e ndaluara. Dhe lloji i tretë i durimit është durimi ndaj caktimit të Allahut madhruar, që të lumturon ose që të ligështon. Këto janë 3 llojet e durimit. Dhe ata që punojnë punë të mira kanë nevojë për të trija këto llojet e durimit. Duhet të kenë të trija, edhe thirrësit në rrugën e Allahut madhruar duhet të kenë të trija llojet e durimit. Më pas autori solli fjalën e Imam Shafiut, i cili thot, sikur Allahu të mos zbriste argument tjetër ndaj krijesave të tij, veçse këtë sure, kjo do të mjaftonte. Pse do të mjaftonte? Përgjigja është se kjo sure përmendi se të gjithë njerëzit janë në humbje, në shkatrim, në rrënim, përveç atyre që kanë këto cilësi, që janë besimtarët, të cilët besojnë dhe më pas punojnë dhe si duhet të jetë kjo punë? Punojnë duke qenë në rrugën e drejtë, në sipas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas e porositin njëri tjetrin që të jenë të duruar dhe të jenë në të vërtetën. Prandaj kjo sure përfshin ato gjëra që çon njeriu në rrugën e drejtë dhe e orienton njeriu drejt busullës së saktë, që është pasimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më pas Imam al-Bukhari, Allahu mëshiroft, thot autori, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Buhariu në sajun e tij vendosi një temë. Dhe temat e Imam Buhariut janë madhështore, të cilat duhen kuptuar temat, jo hadithet, janë poshtë temat. Prandaj disa dietarë të hadithit thonë që fiqhu al-Bukhari fi abwab sahihihi. Fiqhu Imam Buhariut, kuptimi i fesë së tij është tek këto tema që ka vendosur në Sahihun e tij. Dhe thotë, dituria është para fjalës dhe punës. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe pastaj kërko falje për gjinaun tënd. Së pari duhet të mësosh dije
se nuk ka të adhuruar me të drejtë për Allahut. Përmendi një herë diturinë Allah madhuruar, pastaj kërko falje për mëkatin tënd. Dhe filloi me diturinë para punës. Dhe fjala këtu është istighfari, kërkimi i faljes. Përse shehu përmendi këtë? E përmendi këtë për arsye se kjo broshurë, Triparimet, është një broshurë që ka të bëjë me diturinë. Dhe e gjithë kjo broshurë, Triparimet, shpjegon tauhidin, shpjegon diturinë. Atëherë nxënësi i dijes duhet ta kuptoj faktin se dituria ka shumë rëndësi. Aq shumë rëndësi ka, sa që dituria është para fjalës dhe punës, para se të thuash istighfar, para se të bësh një adhurim, o çuna, ju që keni telefona në duar, ose rini siç duhet, ose nuk shkon që të flasi, më thënë, dituria është e madhe. Allah madhruar thotë në Kur'an, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne do të zbresim një fjalë të rëndë. Kurani është i rëndë. Nuk është për edukatës që të shpjegojmë librin Triparimet, tauhidin dhe të lozim telefon, të shikoni të ato mesazhe të tjera. Nuk është për edukatës. Shehu e përmendi këtë fakt për treguar se nxënësi i dijes duhet të përqendrohet te fakti se dituria ka shumë rëndësi. Aq shumë rëndësi ka, sa që është para fjalës dhe punës, para se të thuash dhikr. Është një argument që ka ardhur nga profeti sallallahu alajhi wasallam që ta bësh atë dhikr sipas sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu edhe adhurimet që bën duhet të jenë në përputhje me traditën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe dituria është ajo që e shpëton njeriu nga pyetjet e varrit. Se kjo broshur rrotullohet rreth 3 pyetjeve të varrit. Kush është Zoti tënd, cila është feja tënde dhe kush është i dërguari që u dërgua tek ju. Dhe shehu përmendi faktin se kjo dituri e shpëton njeriu nga pyetjet e varrit. Prandaj thot el ilmu qabla al qawli wal amal, dituria është para fjalës dhe punës. Dhe nëse dituria ka për të qenë para fjalës dhe punës, atëherë njeriu ka për të patur bereqet. Dhe nëse është e kundërta, nëse fjala dhe puna është para diturisë dhe është pa e shoqëruar me diturinë fetare, atëherë të gjitha punët dhe fjalët që thot njeriu kanë për të qenë shkatërrim për të. Dhe nuk ka për të qenë në rrugën e drejtë. Prandaj ka ardhur nga në librin Zuhd Imam Ahmedit, dhe po ashtu në librin e Ibn Uaimit, nga sahabiu nderuar Ebi Derda, i cili thot një fjalë madhështore. Thot ya habadha nawmul akyasi wa iftaruhum kayfa yaghbununa sahra al-hamqa wa sawmahum ولم يثقالوا ذرة من بر مع التقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. Ata njerëz që janë të logjikshëm të zgjuar, ata flen natën. Dhe po ashtu ka ditë që nuk agjërojnë, ndërsa të marrët, budallënt, agjërojnë jo siç duhet. Dhe po ashtu rinë zgjuar natën jo siç duhet, sipas fes, po sipas mendjes së tyre. Prandaj, nëse një grimc punë e mirë thot, është e shoqëruar me devotshmëri dhe mirësi, me dituri, është më madhështore se punët e atyre të çmendurve, të cilët edhe pse punojnë punë të mëdha, nuk i kanë sipas traditës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kanë për të qenë ato rënim dhe shkatrim për ta. Prandaj, puna që bëhet, adhurimi duhet të jetë i shoqëruar me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, dituria është shumë e rëndësishme, sepse me diturin fillohet para çdo gjëje, sepse kjo dituri është ajo që saktëson ideologjitë e njerëzve. Kjo dituri është ajo që saktëson besimin e njerëzve. Dhe kjo dituri është që saktëson edhe
edhe zemrën e njeriut dhe bën njeriu që gjatë gjithë jetës, në çdo aspekt të jetës, të eci sipas sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe jo të eci në ignorancë. Më pas autori thot, dije thot Allahu të mëshiroft, përsëri lutet për mëshirë. Se ne duhet, çdo musliman dhe muslimane duhet të mësojë 3 çështje të tjera dhe të punojmë me to. Çështja e parë thot, është fakti se Allahu na krijoi, na furnizoi dhe nuk na la pas dore, por dërgoi tek ne një të dërguar, të cilit kush i bindet do të hyjë në xhenet dhe kush e kundërshton do të hyjë në zjarr. Argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ne dërguam tek ju një të dërguar që është dëshmitar ndaj jush, siç dërguam edhe tek faraoni të dërguar. Shehu përmendi përsëri tani 3 çështje pas atyre 4 gjërave dhe i filloi këto 3 çështje me lutje për mëshirë, për të treguar se kjo dituri ndërtohet mbi mëshirën ndaj nxënësve dhe atyre që dëgjojnë, atyre që duan të mësojnë, se duhet që çdo musliman dhe muslimane të mësojë këto 3 çështje. Çështja e parë është fakti që Allahu madhruar i krijoi krijesat për një gjë, për një synim. Nuk i krijoi kot, rëmuj, larg të metave Allahu që të bëjë diçka rëmuj. Prandaj Allahu madhruar thot në Kur'an: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen që t'ju sprovojë juve se kush prej jush është më vepërmir. Nuk tha kush prej jush bën shumë punë, shumë adhurime, por ai që është më vepërmir. Po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A mos menduat se ju krijuam kot rëmuj dhe se nuk keni për të kthyer tek ne? Domethënë, mos i krijuam kot pa ndonjë urtësi dhe mençuri, dhe se tek ne nuk keni për të kthyer prap, s'ka për të patur ringjallje pas krijimit tuaj, nuk keni për të kthyer më ju tek krijuesi juaj. Prandaj më pas thot: "Fata'ala Allahu al-Malikul Haq." Larg të metave është Allahu sunduesi i vërtet. Nuk mund të krijojë Allahu diçka kot dhe rëmuj, por i krijoi njerëzit për një synim. Cili është ky synim që Allahu madhruar i krijoi njerëzit? Përgjigjja është në fjalën e Allahut të lartësuar ku thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin." Un Allahu nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për asgjë tjetër veç se që të më adhurojnë. Nuk dua prej tyre as furnizim dhe nuk dua që të më ushqejnë. Me të vërtetë Allahu, ai është furnizuesi me forcë, fuqi të pakufishme. Prandaj Allahu madhruar i krijoi gjindët dhe njerëzit për t'i sprovuar dhe për ta adhuruar atë një të vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe asnjë ortak. Dhe se kush prej tyre ka për të qenë më vepërmir. Kjo botë është një sprov. A ka për të adhuruar njeriu Allahun madhruar një të vetëm pa i bërë asnjë shok dhe ortak në këtë adhurim, apo ka për t'i bërë shirk në këtë adhurim? Pra, kjo është një çështje madhështore. Pra, njeriu është krijuar për një synim të madh dhe njerëzit kanë nevojë për dikë që t'i orientojë tek ky synim. Që ky adhurim të jetë në përputhje me atë që kënaq Allahun e madhëruar. Andaj Allahu madhëruar më pas dërgoi të dërguarit si përgëzues dhe qortues, që të përgëzojnë ata që i bindin Allahut madhëruar me xhenet dhe të qortojnë ata që kundërshtojnë dhe të kërcënojnë me zjarrin e xhehenemit nëse vdesin duke bërë Allahut shok në adhurim. Andaj Allahu madhëruar dërgoi të dërguar dhe profet dhe thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashira wa nadhira." Dhe ne nuk të dërguam ti o Muhammed veçse për të gjithë njerëzit si përgëzues dhe qortues.
Po ashtu Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ne dërguam tek ju të dërguar, që është dëshmitar ndaj jush, siç dërguam edhe tek faraoni të dërguar. Dhe Allahu madhruar dërgoi të dërguar në çdo popull. Ai thotë në Kur'an: Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Në çdo popull ka patur të dërguar, që Allahu madhruar i dërgoi për ti përgëzuar ose për t'i parandaluar që të ruhen nga idhujtaria, që të përgëzojnë ata që i bindin Allahut madhruar dhe të kritikojnë dhe qortojnë ata që kundërshtojnë Allahun madhruar dhe t'i friksojnë ata me zjarrin e xhehenemit. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi çuar në çdo popull të dërguar me një mesazh të qartë: adhuroni Allahun dhe largojuni tagutit, çdo gjë që adhurohet përveç Allahut madhruar. Prandaj Allahu madhruar i dërgoi ta dërguar që të orientojnë njerëzit, që t'i tregojnë njerëzve rrugën e drejtë. Se Allahu madhruar ka vetëm një rrugë, nuk ka 10 rrugë të ndryshme, është një rrugë e vetme. Nuk ka rrugë të tjera veç kësaj rruge. Ihdina siratal mustaqim, o Allah na udhëzon në rrugën e drejtë. Pra është një rrugë e vetme. Nuk ka rrugë tjetër që të çon tek Allahu madhruar përveç rrugës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë rruga që erdhën të dërguarit dhe profetët në përgjithësi me islamin e përgjithshëm, që është feja të gjithë dërguarve dhe profetëve, dhe me islamin e veçantë me të cilin dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky islam i veçantë me të cilin dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë është? Për kufizimi i tij është el istislamu lillahi bit tauhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Tauhidi është në nështrim dhe Allahu duke e veçuar në adhurim, dhe vazhdimësia në bindje në punë të mira dhe distancimi nga idhujtaria dhe idhujtarët. Atëherë këta të dërguar dhe profet e sqaruan më së miri këtë rrugë dhe e skicuan siç duhet për popujt e tyre. Dhe i thanë atyre që Allahu duhet të adhurohet një i vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe asnjë ortak. Prandaj ndodhen më pas grindjet mes të dërguarve dhe profetëve dhe popujve të tyre. Popujt e refuzuan thirrjen e dërguarve dhe profetëve. Prandaj ndodhen më pas edhe luftrat mes tyre. Dhe këta profet u përfolën. Prandaj e rëndësishme është që Allahu të doj ti. Si thot Sheikhul Islam Ibn Taymi, Allahu mëshiroft, leysa sha'nu an tuhib, walakin ash-sha'n an tuhab. Nuk është çështja që ti të duash Allahun, se edhe idhujtarët thonë që ne duam Allahun, por çështja është të doj ti Allahu. Fiksoj këtë musliman. Kjo është e rëndësishme, që Allahu të doj, jo thjesht ti ta duash Allahun. Mi po lind pyetja, si mund të bëhem unë për atyre që Allahu të më doj? Është e thjesht, ndiq atë rrugë që skicoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu ka për të dashur. Allah thotë në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë më pasoni mua që Allahu t'ju doj juve. Kjo është mënyra që Allahu të doj. Të ndjekësh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rruga që të çon tek të fitosh dashurinë e Allahut madhruar, të ndjekësh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo çështja e parë është një çështje madhështore, ndaj thot Imam Ibn Qayyim al-Jauziye në nunien e tij të famshme: "Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabil al-haqqi wal-imani." Për sa i përket Allahut madhruar, duhet të adhurosh atë një të vetëm, thot, pa i shoqëruar asnjë ortak në këtë adhurim, ti është njësues duke e veçuar Allahun në adhurim, dhe të ndjekësh edhe rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është çështja e parë nga 3 çështjet për të vijuar në ditën e vijim me çështjet e tjera. Me kaq mjaftojnë për sot. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in.